Edhe në qytetin e Pukës u zhvilluan festimet zyrtare për pavarësinë dhe çlirimin e vendit, dy data të rëndësishme për kombin. Ceremonitë zyrtare të organizuara nga Bashkia e Pukës e veshën qytetin në ngjyrat kuqezi, ndërsa u nderuan ata që dhanë jetën për liri dhe pavarësi. Kryebashkiaku Rok Dodaj vlerësoi këtë ngjarje të jetë rëndësishme për vendin që duhet të na shërbejnë edhe sot për të parë drejt të ardhmes. Nderoj me respekt gjithë ata që kanë dhënë jetën për pavarësi dhe për lirinë e kombit tonë. Këtu jena me dhënë mesazhin e paqes, mirësisë, për me shu lartë e me lartë amanetin dhe gjakun e atyre që kanë kontribuar për kombin tonë. Dhe pikërisht për Pukën tonë që kjo liri mos ngjelet e përdosur, por ndriçoj vendin me punë, me dinjitet nga secili prej nesh. Ndryshe nga të majtit, të djathtit e festojnë në një ditë pavarësinë dhe çlirimin e vendit, ndërsa debati për ditën se kur është çliruar Shqipëria vijon të jetë prezent në vendin tonë prej vitesh dhe festimet organizohen të ndara.